ende duket e pabesueshme për fëmijët dhe gruan, ajo që i ka ndodhur njeriu të tyre të zemrës, Astrid Kalas. Ajo që do të ishte një ditë e zakonshme pune për të, u bë dita e fundit e jetës së tij. As në ëndrat e tyre më të këqija, familjarët nuk do ta kishin besuar dhe menduar se ky do të ishte fundi i njeriu të tyre të dashur. Familja ka marrë vendimin që trupi i tij të prehet në Shkodër, qyteti ku ai punoi me dekada dhe e deshi aq shumë. Gjatë homazheve që u mbajtën u vure prezenca e emrave të njohur në drejtësi, sigurisht që nuk mungoi edhe kryeministri i vendit Edi Rama. Dy fëmijët e gjyqtarit ishin mjaft të tronditur. Mamaja mbështeti te supi të birit, ndërsa nga sytë e tij nuk ndaleshin lotët. Kryeministri Rama ka shkuar dhe i ka shtrënguar dorën djalit të gjyqtarit duke i thënë: "Ngushëllimet e mia më të thella, bëu i fortë. Kjo nuk është një humbje vetëm për familjen tuaj, por është një humbje e madhe për të gjithë shtetin shqiptar. Të roni e ta kujtoni gjithmonë babain tuaj të dashur." Përqafimi i përzemërt me fëmijët e gjyqtarit duket se nuk e ka zbehur as pak dhimbjen e tyre të thellë. Po ju, si mendoni, në këtë rast, faji është i sistemit që nuk funksionon apo i vendimit të gjyqtarit? Për më shumë, mund të na lini mendimin tuaj në komente.